Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj gjatë një deklarate për mediat u ndal në zbatimin e një plani 3 vjeçar që qeveria do të zbatojë për reduktimin e paraskesh në ekonomi, kjo si pjesë e luftës kundër informalitetit dhe përmirësimit të klimës së investimeve në vend. Sa i takon paras në qarkullim, paras pra jashtë sistemit bankar, po edhe sa i takon reduktimit të informalitetit, ne do të kemi një plan agresiv masash për reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi. Është një plan 3 vjeçar, i cili tashmë është i përgatitur nga qeveria, i cili do të hartohet në bashkëpunim, do të miratohet në bashkëpunim me të gjithë aktorët në treg, që përfshin sigurisht Bankën e Shqipërisë, përfshin sektorin bankar, përfshin fintechët, përfshin të gjithë ato aktorë të cilët janë pjesë dhe mund të japin kontribut në reduktimin e paraskesh në ekonomi. Shumë shpejt do ju bëjmë dijet detajet të atij planit, do të ketë një takim të veçantë me qëllim që ne të paraqesim masat që kemi në plan të ndërmarrim në 3 vjeçarin e ardhshëm dhe gjithashtu treguese të performancës pra targetin ku ne duam të arrijmë. Ndërkohë gjatë deklaratës, Ibrahimaj theksoi se ekonomia e Shqipërisë u rrit me 3.51% gjatë tremujorit të dytë të 2025-s. Ministria theksoi se konsumi i familjeve u rrit me 3.88% dhe i administratës publike me 12.44%, ndërsa u ndal dhe në rritjen e flukseve të investimeve të huaja direkte. Investimet e huaja direkte vlen të përmenden dhe vlen të qëndrojmë, pasi jo vetëm kanë pasur një histori pozitive gjatë tremujorit të dytë, por kanë pasur një histori pozitive gjatë gjithë tremujorëve dhe viteve të fundit. Ato në tremujorin e dytë kanë arritur në nivelin 759 milion euro, duke u rritur me 8 milion euro në krahasim me 6 mujorin